Ditët e dimrit në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxheri kalojnë në qetësi dhe ngrohtësi familjare. Banorët nisin ditën duke ndezur zjarrin dhe duke përgatitur gatime tradicionale, ndërtoi edhe trahanaja, një recetë e vjetër që ruan shijen e kulturës lokale. Këto momente pasqyrojnë lidhjen e ngushtë të komunitetit me traditat e veta dhe me stinën e ftohtë. Ndërkohë që dimri vazhdon, banorët presin ditët e ngrohta për të filluar mbjelljet e stinës. Përgatitja e tokës, kujdesi për bimët dhe planifikimi i punëve bujqësore janë pjesë e përditshmërisë që rinis pas pushimit dimëror. Në mëngjes ngrihemi, zakonisht ndezim sobën, kush ka trahna, kush ka diçka tjetër hanë, kur është koha mirë, dalin në përkoll, bëjmë në i punë, në i gjë. Tani s'kemi asgjë ta presim kohën tani, të hapet koha, po s'o hap koha asgjë s'bëjmë dot. Do mbjellëm qepën, pataten, po sa vjen fasulja, njën atje, përime një atje. Bjetë fshati, punët të fshatit, ato kalojnë ditën fshatarët, mosha tonë që janë, se në fshat vetëm pleqje plaka ka, nuk ka të rinj, gjëra të pakta. Djali ti mund të jetë me i vogli, me punë të fshatit, ato kopshtër që kemi. Ngrihemi në mëngjes, rregullojmë punë të shtëpisë, edhe meset e mirë, tani në dimër s'ka meset e mirë, as kushtrat bëjmë, bakti s'kemi neve, se ca që kanë, mirën me bakti, shtëpia në lopët, ashtu po neve që s'kemi, mbjellim e brenda në shtëpi. Prisni tani të hapi koha? Presim tani të hapi koha, të punojmë, të kushtra, kemi blet, kam nuse me blet me plakun, neve mirim me kushtra. Fshati Kakos ka një traditë të gjatë në bujqësi dhe blegtori. Shumë familje ruajnë metoda tradicionale të kujdesit për baktit. Për banorët kjo nuk është vetëm punë, por një mënyrë jetese që lidhet ngushtë me natyrën dhe traditat e tyre të hershme. Blegtori 3 familjeja. Bujqësia janë 5-6 familje, kanë një qikë vështi, një gjerat. Janë disa me blegtori, po dhe me blet kemi. Fshati tonë ka rreth 450 koshere blet. Dyja kanë, dhe vresh kanë, dhe blegtori kanë, lop kanë, të tëra e kanë, po. Jo, fshati është fshati i pasur, me ujë, me të tëra. Dhe neve me fshat, shillim e mirë, fshati sillet mirë me neve, shumë mirë jemi për ashtu, po. Po i çojnë produktet? Në Gjirokastër, bëjnë kushtra e shpijen. Po neve nuk i shpijen, se kemi atë. Bëni vetëm për veten tuaj? Për veten tonë. Po neve jemi plaka, nuse që kam nuse në miret me blet, neve sa për vete. Përveç bujqësisë dhe blegtorisë, banorët e Kakosit merren edhe me bletari, duke prodhuar mjalt dhe produkte të tjera natyrale. Ky aktivitet pasuron ekonominë e familjes dhe ruan një traditë të vjetër të zonës, duke reflektuar dashurinë e komunitetit ndaj natyrës dhe trashëgimisë së tyre kulturore.